Nxënësit e shkollës së mesme profesionale komunale Gjoce Stojqiski, e njohur ndryshe si shkolla tekstile, prezantuan sfilatën e dytë me radhë të titulluar Identiteti i gdhendur në ambientet e jashtme të shkollës. Nxënësit defiluan me veshje të krijuara nga vetë ata, ku sollën jo vetëm kreativitet, por edhe histori dhe traditë. Kostumet janë të punuara me dorë, të qëndisura me kujdes dhe të dizajnuara me një mjeshtëri të veçantë, tha Shemsie Xhelili, njëra nga organizatorët e kësaj sfilate. Sfilata Identiteti i gdhendur është një homazh artistik dhe vizual që eksploron dhe afirmon rrënjët tona historike dhe kulturore. Është konceptuar në dy pjesë të ndara, por të lidhura thellësisht mes tyre, si një rrëfim i vazhdueshëm i identitetit shqiptar. Nga figurat e rilindjes kombëtare tek veshje tradicionale shqiptare e rikompozojmë në një gjuhë të modës bashkëkohore. Në pjesën e parë të sfilatës, nxënësit sollën periudhën e rilindjes kombëtare, ku secili prej tyre përfaqësoi një figurë apo ngjarje të rëndësishme historike, ndërsa në pjesën e dytë sollën veshjet tradicionale me elemente të modernizuara. Unë jam me veshjen e malësisë së Sharit, kemi punuar me material bazë, po ashtu kemi punuar edhe me qëndisje në dorë, kemi shfrytzuar skutaqet nga gjyshet tona dhe kemi vënduar në material, kemi edhe vizatime në dorë nga nxënësit. Veshja ime ka zgjatur rreth një jave ose një javë e gjysmë të përfundohet dhe besoj se ka dalë shumë bukur, edhe plisi po ashtu është e punuar krejt në dorë. Unë jam paraqitur me veshjen e Gjergj Fishtës, e cila simbolizon se ne pa marrë parasysh çfarë feje jemi, musliman apo krishter, ne jemi të gjithë shqiptar. Kemi përdor qëndisje, kemi përdor vizatime direkte që i kanë punuar nxënësit. Veshja ime është punuar rreth një javë e gjysmë, edhe gjithashtu përfundimet kanë dalë. Përndryshe, sfilata Identiteti i gdhendur erdhi në qytetin e Tetovës disa ditë pas sfilatës që u mbajt në qytetin e Ulqinit, ku u vlerësua me nota pozitive. Kjo sfilat është një projekt edukativ, kulturor, artistik dhe një mision për ta çuar shkollën Gjoce Stojqiski për te i kufive.